E para, ligji i ri për sigurimet shëndetësore, për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, është një lajm i jashtëzakonshëm. Pavarësisht që kemi pas një ligj më herët, sipas atij ligjit ka pas disa mangësi për cilat ne nuk kemi mundur që ta përmirësojmë situatën në terren. Me ligjin e ri mundsohen edhe kontraktimet me institucione të ndryshme, përfshi edhe barnatoret. Pse po e përmendi barnatoret? Një pjesë e madhe, në mos më e madhja e qytetarëve, të cilët sot shpenzojnë për trajtimin e tyre, janë barnat jashtëspitalore. Dhe në këtë drejtim do të kemi mundësi me njëherë, sepse sistemi pothuajse është i gatshëm, që pas kontraktimit me barnatoret të mundsohet edhe dhënia dhe rimbursimi i barnave jashtëspitalore, që do të ketë një efekt direkt në xhepin e qytetarëve. Kështu që edhe sistemi informativ shëndetësor, siç e thash, po edhe sigurimi detyrueshëm shëndetësor, janë procese të cilat nuk mund thuhet që t'ja fillojmë kështu e pastaj i ndryshojmë kështu. Është tamam si ajo fjala dita shihet në mëngjes. Dhe nëse fillojmë gabimisht, do të dështojmë. E ne nuk e kemi as luksin e as nuk do të lejojmë të dështojmë, prandaj kemi marrë të gjitha masat që pavarësisht nëse do të ketë një shtyrje, mund të jetë disa javore apo mujore, nga ajo që ne e kemi planifikuar, ky sistem të bëhet mirë dhe një herë e mirë në Republikën e Kosovës në mënyrë graduale, të sigurt, të kemi edhe një sistem informativ shëndetësor i cili do të na mundsoj edhe marrje të veprimeve strategjike bazuar në informacione që i marrim nga ky sistem, po ashtu edhe investimeve, po në të njëjtën kohë edhe ndërtimin edhe funksionalizimin e fondit të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, që do të jetë një ndihmës shumë e madhe për kostot e trajtimit për pacient, po e përsëris prap, sidomos për barnat jashtëspitalore. Ne çdo herë mas pari nuk kemi thënë ndërtimi. Ne si subjekt politik, si subjekt lëvizjave të vendosje, ne kemi thënë funksionalizimi. Çka mendoj me funksionalizimin? E para, secili spital, e sidomos spitali i Prishtinës, duhet të jetë një spital që është komplementar me pjesën tjetër të sistemit shëndetësor. Çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton që duhet një marrëveshje dhe koordinim i afërt mes komunës së Prishtinës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe qendrës klinike universitare të Kosovës këtu në Prishtinë. Sepse ne nuk mund të themi që ja po ndërtojmë një ndërtesë, sepse pjesa e ndërtimit të ndërtesës mund të jetë pjesa më e lehtë. Neve na duhet që ajo ndërtesë të ofrojë shërbime shëndetësore për të ulur fluksin e qytetarëve që tash është në QKUK, për dhënë shërbime më cilësore në këtë ndërtesë, dhe kjo natyrisht nuk mund të bëhet pa një komplementaritet, pa një bashkëpunim edhe koordinim me qendrën klinike universitare të Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Kështu që na ftojmë edhe i kemi ftuar edhe komunën e Prishtinës që të ulemi në këtë drejtim për të koordinuar më shumë për shërbimet sesa për ndërtesën. Sepse sa i përket ndërtesës, mund secilë ndërtesë në Prishtinë t'ja vëjmë emrin spitali i Prishtinës apo spital tjetër, mirë po ne na duhet shërbimi për qytetarët. E kur flasim për shërbimin, për shembull duhet të fokusohemi në ato shërbime që t'i ketë spitali i Prishtinës, që për momentin janë shumë të mbingarkuara në QKUK. Mirë po disa shërbime të cilat nuk kanë mbingarkesë në QKUK, nuk na duan ato shërbime në spitalin e Prishtinës, sepse përveç cilësisë së shërbimeve, përveç afërsisë së shërbimeve afër qytetarëve, përveç që ne duhet të bëjmë më të mirën për mi ofru shërbime shëndetësore për qytetarët, s'do të harruar kurrë se duhet në pas në mendje edhe kost efektivitetin e secilit investim, pasi secili prej këtyre investimeve bëhet me paratë të qytetarëve tonë dhe secili investim duhet të jetë kost efektiv në mënyrën që secili euro i investuar të jetë investuar aty ku duhet. A ka munguar bashkëpunimi mes QKUK-s jush dhe komunës së Prishtinës për këtë fat? Mund të them që kemi pasur një takim rreth 2 ose 3 vite më herët,
Mirë po nuk është që kemi pasur më takime në këtë drejtim. Unë kam parë një projekt që Komuna e Prishtinës e ka prezentuar në për ndërtimin e spitalit. Mirë po atë që i kam thënë edhe kryetarit Rama edhe një ngjarje që kemi qenë bashkë pas prezentimet të këtij projekti, është që asnjë projekt nuk mund të ketë sukses pa koordinim, sepse mund të përfundojmë duke pasur edhe një spital që kërkon mirëmbajtje, që kërkon shumë investime, mirë po pa e ndryshu as cilësinë e shërbimeve e as pa i ul radhët në disa shërbime që tash i kemi në QKUK. Por nuk e di është ekzekutu, vendimi është marrë dhe në momentin që merret vendimi, tash janë procedura tjera administrative për të cilat unë si ministër i shëndetësisë nuk i di, mirë po vendimi është marrë, për herë të parë bëhet kjo, sepse më herët për çarim edhe për qytetarët, specializantët lehona gjatë kohës së lehonis janë paguar. Mirë po, për ta përfunduar specializimin është një kohë e caktuar me disa shërbime të caktuara që duhet specializanti të mësoj para se të përfundoj specializimin. E kjo koha shtesë, më herët nuk është paguar, mirë po natyrisht edhe unë si feminist në këtë rast, ka menduar që është e padrejtë që t'ju mohohet grave lehona që përteja asaj që detyrohen ta ndërprejnë specializimin për një kohë gjatë kohës kur bëhen nëna, pastaj në një farë mënyrë të mos kenë mundësinë të paguhen për punën që e bëjnë, dhe këtu fatmirësisht kam hasë edhe në mirëkuptimin e Ministrit të Financave dhe qeverisë në përgjithësi, dhe si rrjedhoi në mbledhjen e fundit, siç jeni të njoftuar, kjo është marrë vendimi dhe do të paguhen të gjitha 52 në mos gaboj specializante lehona për kohën pas kthimit nga lehonia. E para, nëse më lejoni që ata që janë më meritorët për këtë punë që bëhet çdo ditë këtu, e nuk i falenderova. Ta shpreh mirënjohjen time të thellë për klinikën e ginekologjisë, për drejtorin Zev Ndrejaj dhe për secilin mjek specialist, infermier e staf mbështetës që çdo ditë bëjnë punë të mrekullueshme në këtë klinikë. E dyta, natyrisht secili shërbim i digitalizuar do të thotë më shumë siguri, më shumë cilësi të informacionit dhe më pak letra e më pak mundësi për gabime. Si shem brenda 3 vete do e kemi sipas ministrit të administratës? Kjo që po e shohim sot është një pjesë e komponentës së sishit. Do me thënë, më lejoni ta përsëris edhe një herë atë që e kam thënë edhe më herët. Ne kemi pas disa tentime për ndërtimin e sistemit informativ shëndetësor në Republikën e Kosovës qysh nga viti 2009. Mirë po për shkak të mos analizës adekuate, jo për shkak në tendence të keqe ndoshta, po për shkak të mungesës analizave, ky proces disa herë ka dështu. Dhe nemi po kanë shku, do me thonë deri në vitin 2018-2019 janë harxuar miliona euro për sistemin informativ shëndetësor, por fatkeqësisht pa rezultat. Kjo neve na ka bërë të vetëdijshëm që asnjë proces i tillë siç është sistemi informativ shëndetësor dhe ka një impakt të jashtëzakonshëm në reformat shëndetësore, nuk guxojmë të hyjmë me idenë që ta mbarojmë sa më shpejt, mos them shkele shko, sepse i kemi marrë mësimet nga e kaluara. Dhe për këtë arsye, bashkë me Ministrinë e Administratës Publike dhe të Digitalizimit, kemi bërë një analizë të thukët, ku secili hap përfshihet se kur, qysh dhe si do të bëhet. Kurse këto ngjarje, sikur sot, janë të gjitha pjesëzat të sistemit informativ shëndetësor që në fund do të integrohen. Kur flasim për atë që tha Ministri Jagjiu për 14 shtylla, nuk do të thotë që 14 shtylla do të bëhen në fund të 3 vjeçarit. Do të kemi evente të këtilla dhe shtyllat të rëndësishme që do të bëhen edhe më herët.